Prokuroria speciale Katica Janeva nuk ka bërë ende asnjë reagim ndaj vendimit të Këshillit të Prokurorëve Publik për të shtyrë zgjedhjen e ekipit prej 14 prokurorëve. Në pyetjet e shumta të televizionit Alsat të dërguara në adresën elektronike, prokuroria Janeva u përgjigj se për momentin nuk është në gjendje për t'ju përgjigjur pyetjeve. Edhe në tentimin tjetër që të marrë mendimin e saj përmes telefonit lidhur me atë se çfarë mendon për shtyerjen e zgjedhjes, por edhe kur do t'i dorëzoj dokumentet që i kërkoi Këshilli, Janeva shkurtimisht u përgjigj se për këtë do të ketë njoftim zyrtar. Siç njoftua një ditë më parë një pjesë e mediave, Këshilli i Prokurorëve Publik ka bërë të ditur që në vend që të zgjidhet gjatë këtyre ditëve, ekipi i Katica Janevës do të zgjidhet javën e ardhshme. Sipas kryetarit të Këshillit, vonesat ndodhin për shkak të pritjes së dokumentacionit shtesë nga Prokuroria Speciale. Ne kemi kërkuar nga Prokuroria Speciale të na japë shkresa për mendim për kandidatët e propozuar, si dhe një plan të përgjithshëm personal dhe plan financiar në përputhje me nenin 13 paragrafi 2 i ligjit, tha kreu i Këshillit të Prokurorëve Publik Petar Anevski për gazetën Utrinski Vestnik. Sipas ligjit për Prokurorinë Speciale, Katica Janeva ka afat deri të ejtën e ardhshme të paraqes planin e punës, planin personal dhe atë financiar, jo vetëm deri tek Këshilli i Prokurorëve Publik, por edhe deri tek qeveria dhe kuvendi. Zgjedhja e ekipit të Janevës do të zgjidhet deri në fund të javës së ardhshme. Ende nuk dihet nëse do të zgjidhen të gjithë 14 emrat e propozuar, sidomos pas reagimeve të shumta ndaj prokurores Lile Stefanova, e cila ka qenë angazhuar në raste që kanë pasur ndikim të madh në opinion dhe në politik, siç ishte rasti i gazetarit Kezharovski, rasti spiun, ndërsa ka qenë përfshirë edhe në rastin Puç dhe në Maxar Telekom. Në pritje të zgjedhjes së ekipit të Janevës, ende nuk dihet se ku do t'jetë vendosur Prokuroria Speciale dhe ekipi i saj, edhe pse kjo çështje është dashur të zgjidhet 3 ditë pas zgjedhjes së saj. Tani për tani, zyrat e Janevës mbeten në Ministrinë e Drejtësisë, pasi ajo refuzoi disa vende të cilat i afroi kjo ministri.